أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملنا كله صالحا وبوجهك خالصا. Allahun dhul gjelale falenderojmë, ata e madhrojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat, selam, paqja, mëshira Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në qoftë se dikush thot falenderit, të thot shumë të falenderoj, ose thot të jam mirënjohës, pastaj të thot qofsh me nder, ose të thot Allahu Zoti të shpërbleft. Fjalë të çmueshme, fjalë me të cilët ja gëzojnë zemrën çdo njeriut, në qoftë se me ta i drejtohesh atij. Të bën përshtypje se njeriu është i një kategori së lartë të moralit. Të bën të përshtypje se ky është një njeri i sjellshëm, një njeri i mirënjohës. E kështu ne do të flasim sot si të jemi të tillë, si të jemi falënderues fillimisht ndaj Allahut dhul xhelal, Zotit të gjithësisë, atij i cili na krijoi dhe na furnizoi me mirësi të panumërta. Pastaj si të jemi mirënjohës ndaj atyre të cilët dhe falënderues ndaj atyre të cilët kanë bërë për ne shumë nga njerëzit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu dhul xhelal deshti që ne të përvetsojmë këtë cilësi të mirë, që të jemi mirënjohës dhe falënderues. Çfarë është falënderimi? Falënderimi është të ndjej njeriu mirënjohje ndaj atij që i ka bërë një të mirë. Pastaj të mundohet të gjenjë një kompenzim sa të që të jetë i vogël karshi atij i cili ja ka bërë këtë mirë. Në qoftë se nuk ka më shumë se si t'ja kompenzoj, së pakti i thot falenderit, apo dhe me thonë, sikur që tha pejgamberi alayhis salam, kush u bën juve ndonjë të mirë, në qoftë se nuk ka më shumë se si t'ja kthen, le të thot jazakallahu khaira, Allahu ta shpërbleft. Se unë nuk kam mundësi të ta shpërblej, po ai që është shumë bujar, apo ai që është më bujari, ai ka mundësi që të të paguaj edhe për mu, për veprën e mirë që ma ke bërë mu. Kështu, Allahu dhul xhelal na mësoi që të jemi falënderues duke e bërë ajetin e parë të surës Fatiha, me të cilën hapet edhe Kurani, dhe posa e hap Kur'anin e lartmadhruar, atëherë e sheh Elhamdu lillahi rabbil alamin. Falënderimi i takon dhe madhrimi Allahut Zotit të botrave. Na mësoi Allahu si të falenderojmë, si të jemi mirënjohës, sidomos ndaj kujt? Ndaj Zotit të botrave, ai që na krijoi dhe na begatoi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, me të mirat e panumërta të cilat na dha, e si mos jemi falënderues ndaj atij që na dha kaq shumë, atëherë kësi do të ishim falënderues ndaj atyre të cilët bëhen shumë pak për ne, apo ndaj atyre të cilët ndoshta s'bën kurrë për ne. Kështu Allahu dhul xhelal na mësoi që të jemi falënderues, pastaj tha pejgamberi alayhis salam, elhamdulillah tamla'ul mizan, kush thot elhamdulillah o Allah, dhe këtë thunja sa më shumë, nga se në qoftë se për çdo frimarrje do të thoshim elhamdulillah, nuk do të na dilte jeta jon veç për ta falënderuar Allahun për një mirësi. Sa herë merr frim dhe merr lehtë frim, shiqo ata të cilët janë në spital dhe kanë problem me mushkërinë dhe marrin frim nëpërmjet aparateve të ndryshme, pyeti ata se çfarë dhunti është të frimosesh, të marrish frim kaq lehtë. Po ku do të ishte pastaj të thë, ku do të kishte na dilte jeta që ta falenderonim Allahun për të mirat tjera të cilët na ka dhënë, shijimin e ushqimit, syt me cilët shohim, veshët me cilët ndëgjojmë e kështu me radhë. Prandaj të nderuar, të falenderojmë Allahun është diçka e mrekullueshme. Dëshmojmë me këtë
dëshmojmë moralin e lartë tonin, dëshmojmë se jemi rob falendërues, për tha Allahu dhul xhelal, wa qalilun min ibadi ash-shukur, megjithse shumë pak prej njerëzve janë falendërues, dhe ata e dinë se falënderimi është vlerë. Nëse dikush fëmiu tënd do t'i jepte një ëmbëlsirë sado që të ishte i vogël, do t'i kishe thënë ti atij, thuj Axhës që ta dha këtë ëmbëlsirën falenderit. Dhe nga se ti e din këtë si vlerë edhe si moral të cilët duhet t'ja mësojsh fëmijët tënd, po fillimisht të nderuar, mësojmë vetë të jemi falënderues ndaj Allahut dhul xhelal, pastaj gjithsesi edhe ndaj njerëzve, se tha pejgamberi Allahut, "Men lem yashkurin nase, lem yashkurillah", kush nuk i falënderon njerëzit, atëherë nuk e ka falënderuar as Allahun dhul xhelal. Falënderimi mund të jetë me fjalë, në pamundësinë e kryrjes një pune që dëshmon afërsinë dhe dashamirësinë tënde ndaj personit që ta ka bën një të mirë. Pa jo mund të jetë edhe me punë, sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Davudin në fakt Allahu për Davudin alayhis salam, "I'malu ala Davudin shukra", o familja e Davudit, veproni punë me të cilën do të falenderoni Allahun dhul xhelal. I dalluar ishte Davudi alayhis salam kur folën për agjerimin e tij, po gjithashtu i dalluar ishte Davudi alayhis salam kur folën për adhurimin dhe namazin e tij, që kishte bërë një sistem që të falen të gjithë familja e tij, mos qëndrojnë në gjumë në të njëjtën kohë, po të ketë njerëz nga familja brenda 24 orëve, dikush patjetër që të jetë nën shërbim apo nën faljen e namazit ose diçka nga dhikri dhe përmendja e Allahut. Mos ndërpritet në familjen e Davudit alayhis salam dhikri dhe përmendja e Allahut, nga se Allahu vazhdimisht i begaton ata dhe vazhdimisht të jenë mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut dhul xhelal. Pastaj Allahu dhul xhelal na tregoi për robët e tij të mirë, për njerëzit, pejgamberët e tij të zgjedhur, dhe tha për Ibrahimin alayhis salam, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Ibrahimi alayhis salam ishte një ummet, një njeri po që vlente sa një popull apo sa shumë popull, qanitan lillah, adhurues i përkullur ndaj Allahut dhul xhelal, hanifa, edhe ishte walam yakum min al-mushrikin, dhe nuk ishte nga mushrikët, kur nuk ka bërë shirk Allahu dhul xhelal. Pastaj tha Allahu shakiran li an'umih, ishte falënderues ndaj Allahu dhul xhelal, ndaj të mirave të Zotit. E ndjente Ibrahimi alayhis salam se sado që ta falënderosh Allahun, në qoftë se vazhdimisht pa ndërprerje ti veç falënderon Allahun dhe thua alhamdulillah, alhamdulillah me miliona herë, ne nuk mund ta falënderojmë Allahun, po Allahu ishte aq mirënjohës ndaj Ibrahimit që ai mundohej me kapacitetin e tij, që ai ta falënderon Allahun dhul xhelal. Edhe Allahu tha shakiran li an'umih, megjithse ai më shumë shijonte të mirat e Allahut se sa e falënderonte Zotin, po prap tha Allahu ishte rob falënderues që i falënderonte Allahun për të mirat që ja ka dhënë. Pastaj tha Allahu ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, dhe Allahu e zgjodhi atë në rrugë të dhe u udhëzoi në rrugë të mirë. Ai që është falënderues, pa dyshim se Allahu do ta orienton nga rruga e mirë, nga rruga e mbar. Pastaj ti nuk e kupton si arritën e suksese, përderisa kur je rob falënderues do ta gjejsh veten të suksesshëm, ndoshta edhe se kupton shpesh herë ka arritë deri këtë nivel të suksesit, ajo ka qenë përderisa ke qenë rob falënderues. Pastaj tha Allahu për Nuhin alayhis salam, "Dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan shakura", me të vërtet Nuhi alayhis salam ishte rob falënderues. Pastaj tha për Sulejmanin, "Tha hadha min fadli rabbi", këta të mira që mi ka dhënë ishte Sulejmani djali i Davudit. Davudi alayhis salam ishte mbret dhe profet dhe jetonte në begati dhe mirësi ki profeti Allahu dhul xhelal. Pastaj mas ia dha Allahu dhul xhelal gjithë të mira, atëherë tha hadha, kjo për çka është? Tha hadha min fadli rabbi, kjo është nga mirësi që mi ka dhënë Allahu. Pastaj tha liyabluwani ashkuru am akfur, që të mos provon mu, a jam falënderues apo jam përbuzës dhe nuk jam mirënjohës dhe Allahu sa mi ka dhënë mu. Kështu për njerëzve sa u ka dhënë Allahu të mirë, as që duan ta përmendin Allahun, kur e përmend Allahun dhe ai më bujari ti ka dhënë këta të mirat pa numër ta, pa mos ja kërkuar fare, atëherë ishme azzat qulubul ladhina kafaru, shqetësohen zemrat e atyre që kanë mohuar. Si të bëhesh
aq armik dhe Allahut, kur ai ka qenë më bujari ndaj teje, e Allahu tha, ja ju l'insanu ma gharrake bi rabbikal karim, o njeri, çka të bëri që t'jesh kaq arrogant dhe kaq kundrejt Zotit tënd të El Kerim, më bujari, i cili nuk do të kishte dhënë kaq shumë sa të ka dhënë Allahu kërkush. Fillimisht të ka dhënë gjithë, të ka mbulu me të mirat pa numërta, duke mos i kërkuar, duke mos i kompenzuar, duke mos i dhënë kur gjë. Edhe momentin që vazhdon të jesh jo mirënjohës dhe Allahut, edhe kundërshtar ndaj Allahut, por ndoshta edhe armik i Allahut, ai vazhdon që të jep nga mirësitë. E si mos jemi falendërues të nderuar vëllezër, sikur që ishin këta pejgamberët e Allahut, pastaj ishte Muhamedi alayhis salam, rob falendërues që falte shumë namaz, dhe kur e pyeti Aisha, Allahut i ka fal mëkatet e kaluara dhe të ardhme, o i dërguari i Allahut, tha, pse ka të shumë lodhesh derisa të janë aj këmbët duke fal namaz? Tha, efela ekunu abiden shakura, a mos jem, tha, rob falendërues të nderuar vëllezër. Na mësoi pejgamberi alayhis salam duke thonë, këtë dua jam mësoi edhe një sahabiut mas namazit, tha, kur dalin pijamisht të ta tregoj një dua, tha, mos haro këtë mas namazit tënd që të thuash, Allahumme, o Zoti im, a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadetik, më ndihmo që të të përmendi ti shumë dhe të të madhroj ti, dhe të të falenderoj shumë dhe pastaj të përkrij adhurimin tim ndaj teje. Pse o vëllezër të nderuar? Se meriton Allahu dhul xhelal. Ne tham, dikush me ta dhënë një ëmbëlsirë të vogël, ti je shumë mirënjohës ndaj atij, pa ai që ta fali jetën, ai që dha çdo gjë që e posedon dhe shijon dhe kënaqesh me të, është Allahu dhul xhelal. E si mos jemi mirënjohës dhe falendërues ndaj Allahut. Përmendëm falënderimin ndaj Allahut, tha Allahu dhul xhelal, ja ju alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, o ju që keni besu, hani nga të mirat që ju kemi furnizuar, sa tonelat ushqim ke ngrënë dhe sa litra ujë ke pi, ni Allah e din, dhe sa ke shiju ata të mirat Allahut. Washkuru lillah, pastaj tha Allahu, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dhe mas kësaj që na përmendi hani nga të mirat e Allahut, tha falenderoni Allahun, nga se tha pejgamberi Allahut, kur dikush han një ushqim, le të thotë elhamdulillah, më në fund, masi e ka ngrënë ushqimin, le të thotë elhamdulillah, tha e ka falenderuar Allahun për ta. Të nderuar, në qoftë se dikush do të ushqente çdo ditë, edhe veç me fjalën të falenderoj o filon që ti çdo ditë më jep të ha, a do të kishe pas një bujar kaq të madh që tani jetën do të furnizonte gratis, vetëm se më në fund, masi që ti i merr gjithë ata të mira dhe furnizohesh nga ai, ti thue faleminderit veç me një fjalë goje. Këtë e bën vetëm Allahu dhul xhelal, por edhe në qoftë se s'do ta thoje atë, ai do të vazhdonte të ushqente. Po, nga sa ajo është më bujari, mirë po në qoftë se dëshiron që mirësia e tij të vazhdon me ti, atëherë bëru mirënjohës, nga se mirënjohja vazhdon nimetet. Thot Allahu dhul xhelal, la in shakartum la azidannakum, në qoftë se ju falenderoni do t'u ashtoj të mirat. Kështu thot Allahu, do t'u ashtoj të mirat. Ai do t'i ruaj fillimisht mirat që t'i ka dhënë. Sa paguajmë sigurime për ta ruaj, sigurim për këtë, sigurim shëndetësor, sigurim veturës, sigurim shtëpie, sigurimin e kësaj dhe asaj, dhe sigurinë e ke nga Allahu dhul xhelal. Falendero Allahun për të mirat. E ke siguruar nimetet që t'i ka dhënë ai, pastaj ai përveç se ti siguron edhe ti shton sigurimi, nuk ti shton, Allahu ti shton. Ne nuk themi mos për atë, nuk flasim kundra sigurimit, mos keq kuptojmë diçka, mirë po çështja është të flasim si me i pas raportet më të mira me Allahun dhul xhelal, duke qenë më falendërues ndaj atij. Pastaj tha Allahu dhul xhelal, ma yafalu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Tha Allahu dhul xhelal, përse Allahu t'ju dënon juve kur ju jeni mirënjohës dhe falenderues? Si t'u dënon Allahu dhul xhelal? Përderisa ju e falenderoni atë edhe i besoni atij. Kështu Allahu dhul xhelal të nderuar, në qoftë se dëshironi që të siguroni mirësitë e Allahut për ndinjo edhe në ahiret, atëherë bëheni falenderues. Pas Allahu dhul xhelal, duhet me qenë mirënjohës dhe falenderues edhe ndaj prindërve, sikur që tha Allahu dhul xhelal, nga se ata që të kanë dhënë nimete kaq të mëdha pas Allahut janë prindit. Tha Allahu dhul xhelal, eni shkurli wali walidayka ilayya al-masir. Dhe falendero mu, tha Allahu dhul xhelal. Pastaj falenderoj
edhe prindit e tu, nga se te unë tha do të ktheheni, po gjithsesi do të themi, dhe do të japim llogari për çdo nimet që na ka dhënë. Wa amma tha Allahu dhul Jalal, për çdo nimet që ua ka dhënë ai, do të na pyet ditën e Kiametit. Letus elunne yawma idhin anin na'im, dhe do të pyeteni ditën e Kiametit për nimetet, mirëpaj që ka qenë falendërues, vazhdojnë nimetet e Allahut dhul Jalal ndaj atij, ai që nuk ka qenë falendërues. Dhe falënderimi tha mund të jetë duke shpreh atë me elhamdulillah, domethënë të falenderojmë Allah për mirësitë dhe të i të madhrojmë, po ajo bëhet edhe me rramjen sejdë dhe me faljet namazit dhe kryerjen e urdhrave të Allahut dhul Jalal. Në këtë mënyrë dëshmojmë mirënjohjen dhe falenderimin ndaj Allahut Zotit ton. Pastaj tha Allahu dhul Jalal, Kul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Ai është që u filloi juve, u krijoi dhe ju nuk ishi fare, dhe u dha të ndëgjoni dhe të shiqoni, u dha si, shiqoi ata që s'kan sy, shiqoi ata që nuk ndëgjojnë, shiqoi ata që nuk flasin, të nimetet Allahu dhul Jalal. Tha pastaj Allahu dhul Jalal, qalilan ma yashkurun. Shumë pak falenderojnë njerëzit. Megjithëse Allahu nuk është i varur për falenderimin ton, edhe ai nuk ka nevojë fare për falenderimin ton, mirë po me të ne e dëshmojmë mirësinë ton, e dëshmojmë se jemi rob falendërues, e dëshmojmë moralin e lartë ton dhe sjelljen e mirë që e kemi arrit, domethënë raport me Zotin ton. Pastaj falënderimi ndaj Allahut bëhet wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dhe flit me ndaj të mirave të Allahut që ti ka dhënë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'mati Allahi shukrun. Tha të flitni dhe të tregoni për të mira që i ka dhënë Allahu, kjo është falënderim ndaj Zotit, edhe nëse ti të ka dhënë Allahu, mos e merr merit për ti, po thuaj kjo është merit e Allahut që mi ka dhënë këta të mira, dhe këtë mënyrë ju e falenderoni Allahun dhul Jalal. Pastaj falënderimi edhe ndaj tjerëve, tha pejgamberi alayhis salam, men lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kush nuk i falenderon njerëzit, ai s'din ta falenderon Allahun. Kjo është një cilësi e mirë, kjo është një moral i lartë të cilën e fiton duke filluar prej Allahu, pastaj ndaj atyre që kanë bërë më shumë të mirësi ndaj teje, që janë prindit e tu, pastaj çdo kush që ka bërë një të mirë sado që të jetë, thuaj faleminderit, Allahu të shpërbleft, Allahu ta kompenzoft me më të mirë. Qofsh me nder, thuaj zgjidh fjalët më të bukura, wa qulu lin-nasi husna, thuni njerëzve fjalë të mira. Në qoftë se s'an thush, domethënë sa të thuash ndonjë fjalë të keqe, thuaj një fjalë të mirë, bënu mirënjohës ndaj çdo kujt, sado që të jetë ndihma e atij, edhe nëse me gjys fjalë, po ti tregoj fjalën e plot tënd ndaj atij, duke thënë faleminderit, u falenderoj për sabrin dhe ndëgjimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.